Në këtë momenti po zhvillohet ceremonia e mbylljes së turneut ndërkombëtar Shkodra Cup 2026 që organizohet nga Shkodra Sport Event me drejtues Jetmir Podgorica, me David Samajn, drejtorin e Akademisë së Futbollit në Tuzla Marrëzi. Urime pjesëmarrje e vazhdueshme në turnet e Shkodrës. Po, shpari përshëndetje, me të vërtet, dihem shumë jemi emocionuar, me besoni 15 vite punoj, një organizim, një manifestim të tillë deri sot s'kem paras. Me të vërtet, lypet jem mirënjohës, jem falenderues Jetmir Podgorica, me të vërtet ta organizojnë një shtet këtë manifestim është gjë e madhe e jo një njeri. Me të vërtet Jetmir Podgorica meriton mbështetje, meriton përkrahje, meriton respekt, jo nga Shkodra, po nga gjithë. Ne jemi shumë të kënaqur morë me pjesë me dy gjenerata, gjeneratën U9 dhe U11. Gjenerata U11 dje ishte superiore me 3 ndeshje, 3 fitore. Sot ndalme me penalti, po ashtu me gjeneratën U7 kishim pak problem sepse ishte edhe kampi i Real Madridit në Tuzla, na mungon disa lojtarë, ashtu që me të vërtet jem kënaqur, kem kaluar shumë mirë dhe kjo arritje me 8 ekipa më të mira për ne është sukses dhe jam masë i bindur se do të vazhdojmë edhe me të ardhmen. Si u mbyllë dërmëdarejt e këtij sezoni për Akademinë e Malësisë në Tuzla? Po shumë i suksesshëm, me të vërtet gjenerata U9 kishte 40 ndeshje dhe arrit me 29 fitore, 7 barazime dhe vetëm 4 humbje, ishte një sukses. Para një muajt ishim në turnamentin Kroaci, mirë njoftun, edhe aty u vlerësuam dhe tash në muajin gusht do shkojmë në Gjermani, tash mirë njoftun e kampionati që organizohet turnament madhështor. A do të vijoj bashkëpunimi me Shkodrën në turneut që organizon Jetmir Podgorica? Po si jo, mbas saj që kem pasur dhe me siguri domethënë, jo vetëm ne, por jam masë e bindur që viti ardhin do organizojmë edhe një klub nga Amerika, pra shqiptarët e vinë në këtë turnament. Ne kësaj radhe patëm 2 voglushin nga Amerika, të cilin morën pjesë domethënë vëllezërit Perkaj, U9 dhe U11 dhe jam masë i sigurt se edhe të ardhmen do të jetë. David Samaj, faleminderit për intervistën dhe për pjesëmarrjen e vazhdueshme në turnet e Shkodrës. Faleminderit, ku ka më mirë se te joti, te vllau yt, te gjaku yt.